plazhet publike i kemi mbajtur të pastra të hapura, pa vënë çadra ne si institucion, por mendojmë që kjo është një zonë e Durrësit e cila ka një intensitet të madh dhe kërkesë të madhe për sa i takon plazheve publike, sepse ka hotele, ka shumë objekte banimi. Dhe ndërkohë ka edhe ndërtesa që janë ndërtesa të reja, të cilat janë dështohen praktikisht. Të cilat janë me leje të dhëna nga KBT-ja për funksione banimi ose turizmi. Dhe normalisht kemi vendosur plazhet publike kemi fragmentarizuar në të gjitha zonat, që nga këtu deri ke Proja Gajit. Ndërkohë praktikisht jemi gati, pavarësisht se sezoni veror ka filluar shumë më shpejt se sa vitet e kaluara këtë vit. Rregullorja e re e plazheve, si në gjithë Bregdetin dhe në Durrës pa diskutim, ka shpeshtuar plazhet publike dhe ndërpret plazhet private për t'ju dhënë akses banorëve të cilët nuk duan të shkojnë në një plazh të menaxhuar nga një subjekt privat, por duan të jenë në komoditetin e tyre me çadrat e tyre. Gjithë parcelat e Bashkisë Durrës në plazh janë ndërkohë edhe të shpallura publikisht në faqen e bashkisë. Po, ne kemi bërë miratimin e hartës pak ditë më përpara, pra për arsye të vendosjes të sinjalistikës dhe të publikimit të këtij informacioni, i cili ndodhet në faqen e bashkisë dhe është i aksesueshëm nga gjithë, por edhe në terren kemi evidentuar me sinjalistikën përkatëse të gjitha plazhet publike. Kemi akoma punë për pjesën e zonës së Shkëmbët Kavajës, sepse aty jemi duke dhe aty ka intensitet shumë të madh të sigurisht, ky aks, pra le të themi Gjiri Durrës, i cili vazhdon deri në Kavaj, është aksi i cili ka intensitetin më të madh të vizitorëve, të kërkesës për plazh, sepse janë restorantet, janë hotelet, janë banesat, shumë familje japin me qera në periudhën e verës. Dhe kemi vendosur që plazhet publike ne t'i lëmë klira, t'i menaxhojmë, t'i pastrojmë, të kujdesemi si institucion patjetër me ndërmarrjet tona të pastrimit. Tu jemi në zonën e plazhit, praktikisht është duke përfunduar pjesa e shëtitores. Që është kjo këtu. Kur mbaron gjithë projekti? Kjo kontratë është bashkë me zgjerimin e rërës, por ne do ta ndalojmë në këtë moment, pra për efekt të sezonit, që edhe të jeti aksesueshëm për njerëzit dhe mos ketë, le të themi, mjete që punojnë këtu. Dhe do ta vijojmë atë pas përfundimit të sezonit. Dhe ndërkohë gjithë pjesa e shëtitores deri tek pjesa e bllokut është e përfunduar, le të themi, pra kjo është faza e fundit e cila i është dhënë pjesa e që do të sjellë në fakt dhe shtim të pushuese për shkak të anës estetike. Ka dhënë efekt në faza e parë, sepse kjo është faza e dytë. Ajo që vlen për të theksuar është që ne nga kemi rreth 266 plazhe publike në gjithë territorin e Bashkisë Durrës, por duke qenë se lidhja e kontratave do të përfundojnë në datë 30, pra pas datës 30 do të shtohet. Ne nuk do të kemi kontrata të reja, automatikisht sipërfaqet e menaxhuara, të cilat nuk janë aplikuar nga subjekte, do të dalin të gjitha publike dhe automatikisht do të shtohet. Dhe ne për momentin kemi evidentuar ato parcelat të cilat i kemi tashmë publike, do të presim datën 30 që të evidentojmë dhe parcelat shtesë të cilat nuk do të lidhet kontrata për t'i vendosur tabelën plazh publik. Pra do të transferohen. Të gjitha këto shtojnë përgjegjësitë për ne, se është e vërtetë që kemi bërë një ndryshim thelbësor të rregullores plazheve, në cilën dyfishojmë hapësirat e plazheve publike, të cilat do shkojnë edhe më shumë. Ka bashki që shkojnë edhe deri 80% e vijës së Bregdetit, siç ishte rasti i Lezhës, shkojnë plazhe publike. Besoj dhe në Durrës do shkojmë tek 60% e vijës plazhe publike, duke përmbysur raportet publik-privat që kemi pas në vitet e kaluara. Gjëja tjetër e re dhe e rëndësishme është që plazhet publike nuk janë në fund apo në fillim vetëm, që i bën të vështirë aksesin, por janë të ndërprera me qëllim që pushuesve të ndryshëm në segmente të ndryshme, aq më tepër në Durrës që është një vijë shumë e gjatë Bregdeti. Pjesa që ne kemi shumë të rëndësishme, drejtor, është bashkëpunimi i policisë së shtetit me policinë bashkiake dhe me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit. Ne kemi dy detyra kryesore. Para të mos lejojmë zaptimin e hapësirave publike dhe sigurisht atje ku do të ketë nevojë policia bashkiake do të kërkoj ndihmën tuaj, kjo është shumë e rëndësishme, por ne duhet të bashkëpunojmë edhe për sa i përket pasërtisë. Duket pak si e çuditshme ç'punë ka policia me këtë, po, ka të bëjë me krimin mjedisor.
shtohet në mënyrë eksponenciale sasia e mbetjeve që prodhohet. Ne, Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe Bashkia punon 24 orë duke filluar nga e diela data 15, kemi filluar kontratën për pastrim 24 orësh të gjithë vijës së plazhit. Gjithë çështja është që do të përdorim të gjitha masat që nga sensibilizimi, edukimi, pastrimi, por edhe masat të cilat kanë bëjnë me gjobat, me tërheqjen e vëmendjes. Problemi më i madh që kemi, përveç pjesës së edukimit me qytetarët, janë shpeshherë subjekte, restorante, dyqane, të cilat në momente të caktuara i hedhin mbeturinat në vende të paparashikuara. Përshëndetje, si jeni, si kaloni? Në vende të paparashikuara. Duam që policia, sidomos policia rrugore, policia e shtetit të jetë e vëmendshme ndaj këtyre gjesteve, sepse pa bërë shembuj disa raste flagrante, ne nuk doja dalin dot të përballojmë një fluks që këtë vit do të jetë shumë më i madh. Prandaj e kemi shumë të rëndësishme që policinë e shtetit ta kemi në krah kur vjen puna për të tilla gjëra. Koordinimi mes nesh do të na garantojë që të mbajmë një plazh të pastër, një plazh të lirë, që do me thënë, në qoftë se unë ngul çadrën sot në mëngjes, vë dhe shezlonget e mia në hapësirë publike, i vë dhe zinxhirin dhe e lë aty gjatë gjithë sezonit, ky është po aq zaptim sa që mund të ishte zaptim nga një subjekt privat. Kjo është detyrë e policisë bashkiake, policinë e shtetit e duam në ndihmë për këtë gjë. Kemi një bashkëpunim perfekt me policinë bashkiake, jo për këtë, por për gjitha aktivitetet e tjera, na trem as kjo lloj detyre të ta realizojmë siç duhet. Këtu, ministre, kemi plazh publik, po shikojmë Është dhe tabela. Po, që orienton që ky plazh është publik. Me investimin kemi pasur të domosdoshme që të vendosim mënyre sanitare, dhoma zhveshje dhe dushet publike, të cilat këto janë ende në fazë dorëzimi bashkisë. Dhe me përfundimin e projektit, normalisht ne do t'i marrim dorëzim dhe do të vendosim persona adaptë aty, sepse për të vërtetën njerëzit i keq trajtojnë dhe nuk domethënë duan një kujdes shumë të madh, kjo është çështje kulture, por i kemi shtuar si element të domosdoshëm të gjithë të zonës së plazhit që ka një intensitet lartë. Pra këto, le të themi që këto nyjet sanitare janë të bashkisë dhe i shërbejnë plazhit publik. Dhe pjesa e dusheve, gjithashtu është dush publik, le të themi. Dhe këtu normalisht ne me përfundimin e projektit do të vendosim persona përgjegjës asaj që të kujdesen. Tjetra gjë për cilën roli i policisë, domos i policisë kufitare me flotat që ju keni është i domosdoshëm. Bregdeti i Durrësit, aty janë tapat janë të vendosura për të parë deri ku shkon kufiri i lejuar për të notuar. Problemet kanë ardhur nga viti në vit vërtet duke u zvogluar lidhur me këtë gjë. Por Bregdeti Adriatik pak a shumë gënjen sepse duke qenë se është i cekët, shkojnë shumë më thellë se sa çmunden pushues të cilët nuk din not dhe në një moment të caktuar ju ndodh një fatkeqësi. Prandaj gjithë vëzhgimi me mjetet e policisë kufitare është i domosdoshëm dhe është e vetmja mënyrë për të shpëtuar jetë edhe kur ndodhin jo thjesht përmbytje, nuk na ka ndodhur përmbytye, po që mund të ndodhi një arrest kardiak ose gjëra të kësaj natyre. Dhe sidomos kontrollin e mjeteve të paligjshme të turizmit detar, që janë skafet, janë ato jet skit, të cilat praktikisht do duhet jenë në kontrollin tuaj të përhershëm për të parandaluar. Çdo mjet i paligjshëm mund të bëhet nesër shkaktar për një fatalitet të cilën duhet ta parandalojmë. Ka filluar në Durrës puna për pastrimin 24 orë në operacionin plazhe të pastra. Praktikisht si vjetë e shtrim në gjithë Bregdetin, nga Velipoja deri në Samil, ku Agjencia Kombëtare e Bregdetit me bashkitë përkatëse dyfishojnë forcat, mjetet, koshat edhe njerëzit. 24 orë në territor, por do të jetë një betejë që nuk do t'ja dalim dot nëse nuk do të kemi bashkëpunimin e bizneseve dhe bashkëpunimin e gjithë qytetarëve. Praktikisht, përveç mjeteve dhe evadimit të koshave 24 orë, do të ketë dezinfektim të gjithë hapësirave ku ngrumbullohen mbetjet, larje natën të territoreve, të rrugëve, të hapësirave të përbashkëta dhe kemi dhe më të madhe punën si vjetë për shkak të shtimit eksponencial të plazheve publike që janë po kështu në përgjegjësinë e AKB-s edhe të bashkive konkretisht të Bashkisë Durrës. Kemi një shtim
shumë të madh mbas vizitës që bën të hapësirave. Normalisht, po, është vërtet ministre, forcat tona do fokusohen shumë dhe kemi mbajtja plazheve publike, sepse duam që këto plazhe të jenë cilësore dhe mos kemi shqetësime nga ana e turistëve, vizitorëve të shumë. Por mbetet shumë e rëndësishme bashkëpunimi i biznesit, sepse sigurisht që kjo nuk është një punë që e bën dot vetëm bashkia, por duhet bashkëndimi i punës edhe me AKB-n, edhe me institucionet e tjera, policinë për ata që janë ndodhësit e mdhenj, le të themi, dhe sigurisht që ne do vazhdojmë punën. Kemi disa spote të cilat i kemi problematike, janë problematika të cilat përsëriten, pra janë vende të cilat ne edhe në vitet e kaluara kemi as probleme dhe Kam parasysh këtu ke Gjiri Lalzit, ku vazhdojmë të kemi probleme dhe do të monitorojmë 24 orë territorin. Jo më larg se dje kemi kaluar dhe kemi evidentuar duke evaduar pirgje të mëdha, plerash të hedhura nga bizneset. Nuk shkojnë qytetarët deri në mes të pyllit për të hedhur një sasi gjigande plerash, ishin plera biznesesh. Vjen shumë keq, po toleranca do jetë zero, policia e shtetit do të jetë në mbështetje tonë, policia bashkiake është në aksion. Praktikisht në ndihmoni ta mbajmë pastër. Pjesën e rrugëve, akseve nacionale kemi bashkëpunimi me ARSH-n, të cilët kanë departamentin e pastrim gjelbërimit, të gjithë bashkë është e vetmja mënyrë për t'ia dalë për të pasur një sezon të pasur. Do të jetë një sezon që do të jetë edhe më i shtuar me flukse. Praktikisht shikoj që nga ritmi dhe intensiteti ne kemi në qershor problematikat dhe sasinë e problemeve që vjetë kemi pasur në gusht, kështu që imagjino se si do të jetë korriku dhe gushti në shtim, prandaj besojmë se kjo është një fazë e cila qershori do ta stabilizoj pak, sepse sigurisht çdo vit para sezonit kjo periudhë shërben që sa vendosen raportet e plazheve, sa vendosen edhe biznesi sa sistemor. Kështu që mendojmë që qershori pastaj korriku dhe gushti shkon pak më qetë, gjithmonë duke ndenjur 24 orë në shërbim dhe duke qenë 24 orë edhe në përgjigje qytetarëve që na shkruajnë direkt për problematika që mund të hasin, për një plazh që është zënë apo për një evadim i koshave apo vend depozitimi jashtë koshave. Çdo sinjalizim që na vjen nga qytetarët edhe nga bizneset na ndihmon sepse përgjigjemi në kohë reale. Bëjmë mundur le të themi që ato që nuk e shikojmë dot nëpërmjet ndërmarrjeve tona, na raportojnë vetë qytetarët, kështu që jemi si ato 24 Na vaf të mbar.